Nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht e falenderoj Allahun Azza wa Jalla I cili na mundsoi që të grumbullojmë në këtë vend në shtëpinë e Allahut Azza wa Jalla. Elos Allahun ashtu siç na grumbulloi në këtë vend, na grumbulloi në xhenetin e Tij. Pastaj I falenderoj gjithë ata të cilët kontribuan që sonte që jemi këtu. Allah është shpërblet me të mirat e Tij. Po ashtu I falenderoj edhe xhallarët për prezencën e tyre, për rrugën që e kanë marrë për larg që të vinë të na vizitojnë, edhe t'i thonë disa fjalë të cilat shpresoj që me lenin Allahut Azza wa Jall t'i prekin zemrat e tona, të vetëdijsohen mendjet e tona dhe pastaj të reflektojnë gjymtyrët e tona. Pastaj I falenderoj gjithë ata të cilat janë sonte prezent, veçanti ata që kanë për më larg. E lut Allahun për çdo hap që e kanë bërë deri këtu, Allah Azza wa Jall të shpërblejë me të mirat e Tij. Siç e keni pa lajmërimin, sonte do të fillojmë me një seminar I cili do të zgjaset 2 ditë, sonte edhe nesër me lenin Allahut Azza wa Jall. I kemi 2 ligjërues, Hoxhën Kujtim Ahmeti, I cili ka nga Dibra I Maqedonisë, dhe po ashtu Hoxhën Zejt Bardhoshi, I cili ka ardhur nga Tirana e Shqipërisë. I kemi 2 tema kryesore të cilat do t'i trajtojmë. Sonte është tema e imanit, kurse nesër do të jetë tema e qëndrueshmërisë në fen Allahut Azza wa Jall. Normalisht këto 2 tema unë e shoh që janë tema të rëndësishme shumë, pavarësisht asaj që shpesh përsërisim edhe flasim rreth tyre, unë e shoh që këto 2 janë bazë. Për shkak se realisht imani është dhuntia më e madhe që Allah Azza wa Jall ja jep dikujt. Imani nuk jepet dikujt për shkak aftësisë së tij, ose mençurisë së tij, ose mendjepresisë së tij. Po imani është mbarësi e plotë që Allah Azza wa Jall ja jep robit të tij. Ibn Taymija rahimullah kur folte për Mu'tazilet, thoshte që atyre Allah Azza wa Jall ju ka dhënë mendjepresi, po nuk kanë dalirësi. Ju ka dhënë dituri rreth shumë fushave, po nuk kanë kuptim. Atyre Allah ju ka dhënë vesh, do thotë dëgjim, ju ka dhënë sy, pra shikim, dhe po ashtu zemër, mirë po as syt, as vesht, as zemrat e tyre nuk u bën dobi. Do thotë që kjo dhunti është dhunti e plot e Allahut që ja jep robit të tij, e kujt Allah Azza wa Jall ja ka dhënë vetëm se e ka begatu. Andaj mos u kreno që ti je ai I cili e ke meritu, për shkak se Allahu ka dashur dhe Allahu ta ka zbukuruar zemrën tënde. Përndryshe nëse Allahu nuk kishte për me dash, ti sonte nuk kishe për me qenë këtu, po do ishe diku tjetër, dhe nuk kishe për me vendos ballin tënd sejdë, po kishe për me shku pasefsheve tua dhe pasioneve tua. Andaj falenderoj Allahun Azza wa Jall për këtë dhunti që ta ka dhënë, dhuntin më të madhe, sepse dhuntit janë shumë, siç e përmend Allah Azza wa Jall, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ju I numroni dhuntit e Allahut, s'ka mundësi të I kufizoni ato, për shkak se janë shumë. E në mesin atyre dhuntive, në hierarkinë e dhuntive, padyshim që imani është koka. Pa iman nuk ka gjë. Me iman ka çdo sen. Edhe jeta ka kuptim, edhe lumturia ka kuptim, edhe adhurimi ka kuptim, edhe shëndeti jot ka kuptim, çdo sen ka kuptim. Andaj nëse kuptojmë realitetin e imanit, patjetër do të punojmë që ta ruajmë, ta kultivojmë, të kujdesemi për të, ta shtojmë me qëllim që të kemi fuqi këtë rrugtim gjatë I cili na çon deri tek Allah Azza wa Jall. Ky rrugtim nuk është I shkurtër, është rrugtim I gjatë. E duhet imani që të ripërtrihet. Duhet imani që të forcohet, edhe duhet të kesh fuqi që të çon, që të shtyn për tek Allah Azza wa Jall. Përndryshe kur biesh, atëherë mash problem. Kur zvet imani jot, kur bie imani jot, atëherë do të binë edhe veprat e tua, do zbehet edhe fetaria jote, edhe më pas do ndryshojnë edhe bindjet e tua, edhe perceptimet e tua. Andaj tema që do të trajtojmë sonte janë tema të rëndësishme. Hoxha Zejdi me lenin Allah do të trajtojë një temë që ka të bëjë me atë bashkohorën, me sfidat bashkohore që na sfidojnë imanin ton, që ballafaqohemi për dëshmëri sot me to. Pastaj Hoxha Kujtimi do të trajtojë një temë tjetër që është një sfidë shumë e madhe, familja, po një sfidë edhe më e madhe, brezi I ri, do të thotë fëmijët tan, ku do të jenë ata? Ka do të nisen ata, si I edukojmë në ata, për shkak se përveç se për neve ne që duhet kujdesemi, pa që duhet kujdesemi edhe për familjet e tona, edhe për fëmijët e tonë. Fatkeqësisht ne sot shohim shumë të rinj të cilët nuk janë për xhami. Ndoshta si fëmijë keni marrë këtu me veten në xhami,
po ata kanë nërë për shkak se realisht fëmija i respekton dëgjon, po dikur kur fillon që njeriu të rritet edhe ty në moshën e pubertetit, kur fillon lufta me nefsin, atëherë është lufta e madhe për me pru dikan në xhami. E atëherë problemi është se ne nuk i shoh me ata fëmijë. Ata fëmijë nuk janë për xhami. Ata fëmijë shoh me diku tjetër. Arktohen, dëfren, po jo në për vende ku Allah është i kënaqur me ato vende. E kjo neve na dhem. Ne nuk e duam atë. Ne dëshirojmë që fëmijët e tonë të jenë me neve bashk, e pa tjetër duhet që të kultivohet imani edhe të mësot atyre. Andaj e lusë Allahun që Allah Zogjel na forcoj imanin ton, edhe e lusë Allahun që na ruaje imanin, po neve, familjarve dhe poshtë dhe fëmijëve ton t'ua përqendrojë këmbët në islam. E ftoj hoxhën Zedin që inshallah me lenin Allahut të fillojmë me ligjëratën e parë që titullohet Sfidat bashkëkohore në raport me imanin. Allah është problem. Tfadhal. المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit. Përshëndetjet i dërgojmë mbi më të zgjedhurin e njerëzimit profetin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu është përbleft për ftesën, elu Zotin e gjëtësisë, që këto qaste, këto momente që do t'i ndajmë së bashku, t'jenë dobishme për gjithë ne. T'jenë ashtu si që Allahu i lartësuar thot në Kur'an, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujto, se me të vërtet, përkujtimi i bën dobi besimtarëve. Elu Zotin e gjëtësisë, që çdo njërin prej jush ta shpërblej dhe e përgëzoj me një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, ku thot, kush ndjek një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu i lartësuar ja lehtëson atij për shkak pra kësaj rruge, këtij mundi që ai ka marr, rrugën për në xhenet. Me këtë e përgëzoi edhe sahabiu i nderuar Abu Dardaja, njërin prej sahabëve që kishte udhëtuar nga Medinja, kishte shkuar në Damask për ta pyet Abu Dardan për një mesele, pra për të kërkuar prej tij dituri. Dhe ai e pyeti tha, ke ardhur për diçka tjetër? Jo, tha vetëm për këtë. Më pas e përgëzoi me këtë hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam. Elu Zotin e gjëtësisë që çdo njërin prej nesh pra t'ja lehtësoj rrugën për në xhenet. Tema të cilën hoxha vëllezrit e sugjeruan ka të bëj për imanin, që është çështja më e rëndësishme. Dhe sidomos pra në ditët tona, ku përballemi çdo ditë me sfida të ndryshme, me çështje të ndryshme, që ka raste pra gdhin njeriu musliman dhe dëgjojmë fatkeqësisht që ka prej tyre në mbrëmje ka ndryshuar krejtësisht. Allahu na ruaj. Imani, besimi është me besu me zemër, me shqiptu, me gjuhë dhe me pasqyru atë me vepra. Çështja e imanit është çështja më e rëndësishme. Allahu subhanahu wa taala nuk ja jep këtë mirësi vetëm se njerëzve të zgjedhur të tij. Përndryshe, shumë janë të privuar nga kjo mirësi. Në kohën e thirrjes, fillimet e saj, profeti sallallahu alaihi wasallam në Mekë, po falej, pra dilte dhe falej në Qabe. Abu Xehli, me arrogancën e tij, sa herë nxirrte një tezë, nxirrte diçka, si pra ta ofendonte profetin alayhis salam, si ti dilte ball thirrjes profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një herë u zotua para shokëve të tij, tha, nëse e shoh, tha, nesër profetin alayhis salam pra në Qabe,
do t'ja shtyp kokën tha për tokë. Pra nëse e shoh që ai bi në sejdë këtu. Dhe më të vërtet shu nisi të veproj. Por subhanallah, sa po tentoj, Allahu subhanahu wa taala e mpiu, e bëri të mpihej në vend. Dhe mos të kishte mundësi ta shifte profetin sallallahu alaihi wasallam. Zoti i gjithësisë për këtë ngjarje zbriti një ajet në Kur'an, ku thot: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Thot Zoti i gjithësisë, ne pra do t'u vëmë atyre në qafë vargonj. Dhe ato pra do t'jenë, si thon, duart e tyre të lidhura deri tek mjekra. Dhe ata do t'jenë, thot Zoti i gjithësisë, si të mpirë. Kur vjen El-Wahidi dhe flet për këtë ajet, pra këta njerëz, thot Zoti i gjithësisë, kur shpjegon këtë ajet, do t'jenë pra të mpirë dhe nuk do të arrin ta ndjekin udhëzimin. Ndërsa Ikrima thot ata nuk do të shikojnë. Ndërsa Mujahid thot do të jenë të mpirë dhe të privuar nga çdo mirësi. Njerëzit e këqij Zoti i gjithësisë i privon nga mirësia e udhëzimit. I privon nga mirësia e besimit. Al-Baghawi thot për këtë ajet, thot mana'nahum anil imani bimawani'. Thot i kemi ndaluar, pra thot Zoti i gjithësisë, nga besimi me pengesa të ndryshme. Dhe thot këtë ajet e jep Zoti i gjithësisë si shembull, pra për pengesat që ju bëhen atyre të cilët pra janë të humbur. Ai e kishte profetin sallallahu alaihi wasallam mes. I ngjonte ajetet e Allahut të lartësuar, i ngjonte përgjigjet që jepte Zoti i gjithësisë, argumentet që zbrisin her pas here, e shifte shembullin më të mirë që ishte në mesin e tyre, dhe përsëri mizor, përsëri arrogant, përsëri kundër pse? Ishte mpir mendja e tij, ishte mpir zemra e tij, ishte mpir trupi i tij. Çështja e imanit është mirësi. Pra të bëj Zoti i gjithësisë besimtar. Imagjinoje ti rrethohesh këtu me miliona njerëz të cilët nuk njohin Zot, të cilët nuk njohin ditë gjykimi, të cilët nuk njohin profet. Ndërsa ty të ka zgjedh Allahu i lartësuar në mesin e tyre. Ti je ti besimtar, ti je ti adhurues i Allahut të lartësuar. Ti je ti pasues i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ti je ti besimtar, pra të kesh iman. Çështja e imanit është patjetër e madhe. E ky ajet tregon pikërisht vlerën dhe mirësinë e madhe që ka imani. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Walakin Allah habbaba ilaykumul iman." Allahu e ka bërë të dashur tek ju imanin. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dhe ja ka bërë atë të bukur në zemrat tuaja. Çështja e zemrave është dorë të Zotit. Ta mundson Allahu i lartësuar për ati me e pëlqy këtë fejmë, ta zbukuron fejnë ty. Është mirësi e madhe imani. Profeti sallallahu alaihi wasallam shpesh e luste Zotin: Allahumma habib ilejna l-iman. O Allah, na e bëj të dashur tek ne imanin. Wa zayyinhu fi qulubina. Dhe bëj atë të bukur për zemrat tona. Lutja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdimisht e bonte profeti alaihi salam këtë lutje. Ose kur thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Kujt Allahu ja do të mirën, ja mundson atij me kuptu fen. E kur ta kuptojnë pra dhe praktikojnë ky njeri fen. Fen e Allahut të lartësuar. Imani është dritë e zemrës. Është jetë për shpirtin dhe gjallëri për gjymtyrët e njeriut. Një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i tha njërit prej sahabëve, i tha: "Thuaj, qul amantu billah." Thuaj, besova Allahun dhe përqendrohu. Përvishju punës. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith:
ba'da al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islami ka filluar pra njerëz pakët ishin ata që e pasuan. Fillim numri vogël. Thot dhe do të kthehet edhe një herë që janë pak ata cilët janë të kap pra për feje. Dhe për këta, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Tuba, dietarët thonë është, pra për këta, thot profeti alaihi salam, është një pemë xhennet, ose është përblim pra xhenneti. Për këta të paktët që do të kapen fort, do t'i shëndrojnë besimit, do t'i shëndrojnë fejës, do t'a praktikojnë fejnë. Edhe nëse përballen pra njerëzit zhyten harame. Siç thot edhe Ibn Bazi, thot ata që janë të shëndrueshëm i përmbahen fesë Allahut kur njerëzit s'mbrapsen, kur njerëzit pra zhyten gjunafe. Këta i përmbahen fesë Allahut të lartësuar. Imani, nëse hyn në zemrën e robit, e pastron atë. E mbush zemrën e tij me dritë. Imani, me të njeriu arrin nderim në dynja. Me të njeriu arrin lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Me imanin njeriu shpëton prej dënimit në botën tjetër. Me imanin njeriu shpëton prej zjarrit të xhehenemit. Me imanin njeriu arrin nderim të madh tek Allahu i lartësuar. Dhe nderimi më i madh që do të arrijë besimtari në botën tjetër, njeriu i imanit në botën tjetër, çfarë është? Shikimi i Allahut të lartësuar. E këtë do ta përjetojnë këtë kënaqësi të madhe besimtarët. Imani nuk është thjesht një fjalë me la gojën, por është bindje, por është i ngulitur në zemër dhe në shpirtin e njeriut. Imani është me besu Allahun, me besu librat e tij, me besu me lajket e tij, me besu pejgambert e tij, me besu ditën e gjykimit, me besu caktimin e Zotit gjithësisë. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, pra Xhibrilit kur e pyeti për imanin. Imani është bindje e çiltër, e pastër, përfshin adhurimet e ndryshme që ne kryejmë. A nuk erdhi ai grupi i Abdul Qaisit tek profeti alayhi salam? Dhe profeti alayhi salam i urdhëroi ata për imanin në Allahun. Dhe i pyeti, tha, çfarë është imani? Tha, Allahu dhe i dërguari i tij e di. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam i përmendi atyre shahadetin, i përmendi atyre namazin, zakatin, agjërimin. Pra gjitha këto i përfshin imani, i përfshin besimin sipas fjalës profetit sallallahu alaihi wasallam. Normal, imani ka grada të ndryshme. Dhe i përmend profeti alaihi salam mbi 70 grada. Më e larta, la ilaha illallah. Më e ulta, pra që ka imanin, si thonë, më dobët ato tjerat, ai që largon një pengesë nga rruga. E turpi është një pjesë prej imanit. Është shenjë prej shenjave pra të imanit. Imani është me u largu haramit, me u largu harameve. Kur përmend profeti sallallahu alaihi wasallam, ku thot, nuk kryen imoralitet imorali, pra ndërkohë që të ketë besimin e plot. Apo kur përmend për atë që vjedh, ose ai që pi alkoolin. Pra imani është me u largu harameve. Shenjë e besimit njeriut është që t'i largohet harameve. Imani është lënia e lëndimit të njerëzve, largimi nga padrejtësia, mos më i bë padrejtësi të tjerëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, el mu'minu men aminahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim. Besimtari, pra besimtari vërtet është ai që njerëzit ndjehen të sigurt, pra prej tij në gjakun e tyre dhe pasurinë e tyre. Shenjë imanit është me qenë besimtari, pra ka iman që nuk vjedh, nuk mashtron, është i drejtë, nuk prek nderin, nuk prek gjakun e tjetrit. Ose thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la imane liman la amanata lah.
Nuk ka besim, pra s'ka besim plot. Ai njeri që nuk ka besë. S'bashkohen ato. Edhe besimtar, edhe mashtrues, edhe besimtar, edhe se mban premtimin, edhe besimtar dhe nuk ka besë. Nuk mund të bashkohen bashkë. Secin dot. Po ashtu, imani është vllazëri, është dashuri, është afrimitet me muslimanët. Imani është lutje edhe për ata besimtar, brez pas brezi, ku e përmend Zoti i gjatësisë në Kur'an, ku thot: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Dhe ata të cilët erdhën pas tyre, e than: "O Zot, na fal ne dhe vëllezërit tanë të cilët pra ishin para nesh në besim." Imani është qëndrueshmëri në të vërtetën. Është bindje ndaj Allahut të lartësuar. Është pasim dhe besim i vërtet i profetit sallallahu alaihi wasallam. Është imani vazhdimsi në punë të mira. Dhe edhe një herë e përmendim atë hadithin që i tha profeti sallallahu alaihi wasallam atij sahabiut: "Thuaj, besova Allahun dhe përqendrohu." Imani është bukuri për njeriu. Është ëmbëlsirë për shpirtin e njeriut. Profeti sallallahu alaihi wasallam përmend në hadith ku thot: "Dhaqa ta'mal iman." E ka shiju, thot, ëmbëlsinë e imanit. Ai i cili men radiya billahi rabban, ai i cili është i kënaqur me Allahun si Zotin e tij, dhe me Islamin, për fenë e tij, dhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si i dërguari i Allahut. Imani është bukuri, dhe profeti alaihi salam pra e luste Zotin e gjithësisë me lutjen duke thënë: "Allahumma zayyinna bi zinatil iman." O Allah, na zbukuron ne me bukurinë e imanit. E ky iman për cilin po flasim, duhet që ne të kujdesemi shumë për ta. Duhet që patjetër të mundohemi që ta shtojmë imanin ton. Dhe imani shtohet me bindje ndaj Allahut, me vepra të mira, me përkushtim ndaj Zotit qetësisë. Sepse ne sot përballemi vazhdimisht me sfida të ndryshme. Vazhdimisht përballen muslimanët me situata të ndryshme. Dhe çdo njeri patjetër që intereson dhe ka breng si me rujt imanin e tij, me u afru me Allahun e lartësuar. Dhe jo më kot profeti alayhis salam e përshkruan pra gjendjen e ummetit në një kohë ndoshta mund të jetë kjo, ku thot: "El qabidu ala dinihi kel qabidi ala al jamr." Pra ai i cili mundohet me praktiku fen, sikur pra mban dorën e tij një prush. Por patjetër çështja e imanit e përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, siç kuptohet prej tij, pra që ndodh që imani në brendësinë e njeriut është si puna e një rrobe, e cila edhe dobësohet. Pra kur ne e veshim një rrobë 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë, niset e dobësohet, ashtu edhe imani. Prandaj me lut Zotin e gjatësisë që me ta ripërtëri imanin. Prandaj është e udhës që ne vazhdimisht me u mundu me përditësu gjëra, me reflektu, me përmirësu veten, në mënyrë që imani jon vazhdimisht jetë pra në shtim dhe afrim tek Allahu i lartësuar. Ne patjetër sot përballemi me sfida të ndryshme. Dhe sidomos të rinjt tanë. Dhe sidomos vëllezërit të cilët ndodhen pra në perëndim. Dhe prej çështjeve kryesore me të cilat përballen të rinjt, sidomos të muslimanëve, në familjet e muslimanëve pra që shkojnë në përshkolla, është çështja e ateizmit.
Dhe kjo është një sfidë në vete. Që prindi patjetër nuk duhet ta zej gjumë. Kjo jo vetëm këtu, por edhe në vendet tona. Edhe në vendin tonë, edhe në trojat tona. Ateizmi ata punojnë vazhdimisht, me forma dhe mjetet të ndryshme. Programet në shkollë, media, rrjetet sociale, çdo vend mundohen që me mbjell atë frymën e tyre, larg besimit, larg imanit, larg Zotit. Dhe muslimani lind detyra që me I bë ballë tyre. Dhe feja jonë elhamdulillah është e thjeshtë. Nuk kanë të filozofi që thush pra është e vështirë, ose si me I bë ballë atyre. Shumë e thjeshtë. Allahu subhanahu wa taala I ka dhënë përgjigjet në Kur'an. E fillon Zoti I gjithësisë pra argumente të ndryshme, të cilat çdo musliman mundohet 1, 2, 3 I mëson, I fikson, ato ja përcjell fëmijëve të tij të paktën, ata të jenë të armatosur me këto argumente. Në mënyrë që kur t'i vinë dyshimi, ose t'i hedhin dyshimet, thot prit. 1, 2, 3 e bardha mbi të zezë. Nuk ka hapësirë për të kundërshtu, s'kalon Zoti I gjithësisë. E fillon Allahu subhanahu wa taala jep shembujt, pra inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. Me të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin midis natës dhe ditës. Vazhdon pastaj përmend Zoti I gjithësisë, anijet që lëvizin në shërbim të njerëzve, shiu që bie mbi një tokë të vdekur e prej saj dalin bim gjalla. Gjitha këto thot Zoti I gjithësisë janë argument për ata që kanë mendje. Pra që këto vetvetiu nuk krijohen. Këto patjetër I ka kriju Zoti. S'ka mundësi të jetë kaq precize çdo gjë. Patjetër që e ka kriju Allahu. Me pajis vetet tona me këto argumente. Me I përmend këto argumente edhe tek të afërmit tanë, mënyrë që me rujt besimin, me rujt imanin. Për ndryshe nëse zbehet, nëse ne nuk flasim, nëse ne nuk dëgjojmë, nëse ne nuk ja përcjellim, Zoti na rujt. Del fëmia ateist, pastaj nuk beson Zot. Nuk beson ditë gjykimi. Pse sa ata kanë punu, ata punojnë natë e ditë. Natë e ditë me I deviju, natë e ditë mos me besu, me ndryshu drejtimin. Ne e ndjejmë në shpirt se ka Zot. Ne jemi të prirur që me adhuru këtë Zot. Ne e ndjejmë se në rast të vështirësie është dikush që na ndihmon. Ne kemi frikë me e kundërshtu Zotin, se na dënon. Po ne shpresojmë se Zoti I gjithësisë do të na shpërblej me xhenet. Unë përmenda tani ndjenjën, dëshirën, frikën, shpresën. Gjitha këto vetvetiu krijohen. Kush I bori këto t'i ketë njeriu? Të ketë ndjenja njeriu? Vetvetiu, frikën, vetvetiu, shpresa, dëshira, patjetër që janë argumente se Zoti ekziston. Çdo gjë në gjithësi, çdo ligj tregon se Allahu I lartësuar ekziston. Allahu I lartësuar tregon shembuj të shumt pranë Kur'an për ekzistencën e Tij. Librat hyjnor, të gjithë tregojnë pra Teurati, Injili, Kur'ani, të gjitha tregojnë se këtë univers e ka kriju një Zot. Lutja që është përgjigjur njerëzve të devotshëm, pejgamberëve, mrekullitë e tyre, tregojnë që Zoti ekziston. Është I fuqishëm Allahu I lartësuar. Po ashtu Zoti I gjithësisë thot në Kur'an: Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. A mos vallë, thot Zoti I gjithësisë, janë krijuar nga asgjëja, a mos vallë ata janë krijuesit? Pra, absurde është. Patjetër që ka një Zot që ka krijuar gjithësinë. E këto besimtari
këto argumente me u mundu me i mbajt mend. Ndoshta jo të gjitha, po 1-2 i mban mend, i ka si argument sa herë që përballet me ateistët. Nuk ka e çfarë përgjigje ose kundër përgjigje t'i jap tyre. I ka bo Zoti i gjërësisë qarta në Kur'an. Patjetër, prej sfidave me cilat përballen njerëzit e imanit është hutia që është e përhapur sot gjithandej. Dhe mundohen njerëzit e të kotës me i hutu njerëzit. Dhe qëllimi i tyre është me i shmang nga besimi, me i shmang nga adhurimi Allahut lartësuar, nga qëllimi pse ne jemi këtu. Sepse ata këtë botë e shohin pa kuptim. Njeriun e shohin pa kuptim. Në momentin që i bën atyre pyetjen sfiduese, pyetjen që nuk kanë përgjigje për të, se ata nuk besojnë. Ata mundohen, devijojnë, ndryshojnë. Dhe për shembull, pyetet William Provine, një historian, që e mbajnë këta për të mençëm. E pyesin pra pse ne jemi këtu, pse është njeriu këtu? S'ka përgjigje. Ne jemi kot, thot. Kjo botë është kot. Ne këtu vetëm duhet të synojmë kënaqësi, pra pasuri, famë, kjo është lumturia për të. Dhe përmente, po në njëjtin takim, përmente për vllajën e tij i cili ishte në moshë. Edhe po vunte shumë smundje. Ky i thot ta kishim dorë ne, e kishim vrah. Pra që mos vunte mo. Thot po unë, nëse arri në atë pikë, thot që të vuj pra të kem një smundje të tillë, unë thot do vras veten. Pse sa ai nuk beson? Ai është bosh. Ai s'ka besim. Ai nuk ka iman. Ai nuk beson Zot, beson ditë gjykimi, nuk beson se ka xhenet, ka xhehenem. Ai do thjesht, pra kafsha, më keq se kafsha. Se kafsha e ka i detyrë, ka i mision. Ai më keq se kafsha. Ose vjen tjetri, Woody Allen, regjisor në Amerikë, pra Hollywoodi. Edhe ky njëjtën gjë të kjo pyetje. Pra thjesht thot ne i bëjmë këto filmat me i hutu njerëzit, pra me jetu kënaqësi, pra me vetëm pret serialet me radhë, kjo thot është. Ama kjo pyetje është kot. Kjo botë është pa kuptim. Ndërkohë të vjen Zoti i gjithësisë në Kur'an dhe e jep përgjigjen shëruese. Wa ma khalaqtul al-jinna wal insa illa liya'budun. Gjindet dhe njerëzit i kam krijuar, thot Allahu i lartësuar, vetëm që të më adhurojnë. Çdo gjë, dynja pra njeriu, qëllimi i tij, misioni i tij këtu është me adhuru Zotin e gjithësisë. Prej gjërave dhe sfidave që edhe më parë, pra është diskutuar edhe në kohët profetit alayhis salam, vazhdon diskutohet, është çështja besimi ditës gjykimit. Kjo në vendin tonë, te në çdo vend, ku ka pra jo besimtar. Çështja e ditës gjykimit vazhdimisht e diskutojnë. Muslimani me u pajis me 2-3 argumente me i ditë, me u bë ballë atyre. Subhanallah, më ka ndodhur në xhami me të ri, pra, i kam pyet me radhë. E beson ditën e gjykimit? Po më thuj drejt, jo çfarë thon ke shtëpia. Ma thuj ti. Ka pas prej tyre fëmijë, i cili prindërit i kanë namazli, ka thonë jo, nuk e besoj. Atëherë lind është alarm. Lind detyra prindit me fol. Lind detyra jote vlla motër. Me i fol, me i përcjell, me thonë është e rëndësishme, është shtyll imani. Dita e gjykimit. Dhe argumentet për to janë tepër të thjeshta, tepër të qarta. Zoti i gjithësisë na ka treguar për to në Kur'an. Dhe Allahu i lartësuar nuk thot dhe nuk flet vetëm se të vërtetën. Nuk thot Zoti i gjithësisë vetëm se të vërtetën. Zoti i cili ka pas fuqi me na kriju herën e parë, është tepër e lehtë për të që të na ringjall. Dhe ne japim një shembull, pra larg përshkrimit është Allahu i lartësuar. Po, ja telefoni.
herën e parë kur e kanë bërë telefonin, kanë vujt, apo jo, vështirësi, ndërsa sot 2-3 botona, robota, me mijëra miliona. Larg përshkrimit është Allahu i lartësuar. Zoti i gjithësisë i thot diçka e bëhu dhe ajo bëhet. Nuk ka diçka të vështirë për Zotin i gjithësisë. Allahu subhanahu wa taala ka kriju krijesa më të mëdha se ne. Qejt, malet, janë krijesa më të mëdha se njeriu. E lehtë është për Zotin që të ringjallë. Reshjet e shiut që bien mbi një tokë të vdekur, prej saj dalin bim gjalla. Argument tjetër për ringjalljen. Ose erdhi ai mohuesi tek profeti alayhis salam me ato eshtrat, duke i fërku dhe tha: "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim." Na dha neve një shembull, thot Zoti i gjithësisë, dhe harroi krijimin e tij. Tha: "Kush i ringjall eshtrat ndërkohë që ato janë bërë pluhur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra." Thot Zoti i gjithësisë, thuaj, i ringjall ato ai që i ka krijuar herën e parë. Prej sfidave me të cilat përballen njerëzit e imanit sot është edhe ndjesia e dobësisë. Pra, sikur i vjen turp kur e shpreh se jam musliman. Ka edhe kështu muslimansh. Ndjen si, pra, në momentin që i përmendet feja, pra sikur ndjehet siklet. Pse? Ti do të ndjehesh krenar. Ti elhamdulillah jenë fejnë e vërtet. Elhamdulillah jenë fejnë e profetëve. Jenë besimin e tyre. Besim që është prej Allahut lartësuar. Zoti i gjithësisë është i kënaq që ti ke islamin për fe. Është feja e vetme, e pranuar tek Allahu i lartësuar. Është fe që i shpall profetit alayhis salam prej Zotit të gjithësisë. Besimi ynë është ndryshe dhe dallon nga besimet e të tjerëve. Ne s'kemi nevojë me u lut dikujt. Ne lutemi drejt për drejt Allahut lartësuar. Ne s'kemi nevojë me kërku ndërmjetësim prej dikujt. I lutemi Zotit të gjithësisë drejt për drejt. Besimi ynë është ndryshe nga të tjerë, ne s'kemi nevojë me shku me u rrëfyt dikujt për mëkate. Ne ja shprehim dhe pendohemi vetëm tek Allahu i lartësuar. Dhe ai në këmbim na premton falje. Muslimani duhet ndjehet patjetër krenar. Po musliman jam, alhamdulillah. Po këtë besim kam. Të tillë ishin edhe shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët patjetër pra ndjeheshin krenar me besimin e tyre. Ndjeheshin tepër të lartë me besimin e tyre. Njerëzit e imanit vazhdimisht janë përballë me sfida të ndryshme. Dhe shembull për ne është profeti i Zotit Ibrahimi alayhis salam. Që po ta lexosh pra historinë e tij, sfida nga më të ndryshmet. Dhe në çështjen e besimit patjetër. Filloi e qysh në fillim, ai ishte populli i tij ishin idhujtar ose adhurues pra yjesh, planetesh. Menjëherë Ibrahimi alayhis salam mendoi çfarë të bëj me këta? Çfarë diskutimi të bëj me ta? Çfarë dialogu të bëj me ta? Ti gjoje dhe mendo edhe për vete. Ti këtu konsiderohesh si një ambasador i Islamit. Pra ti do ta ndjesh ti përgjegjësi për vete që unë ndikoj ke këta njerëz, ti tregoj rrugën e drejtë. Ashtu siç bori profeti i Zotit Ibrahimi alayhis salam. Ai më njëherë hyri në diskutim me ta. Pa yllin më të madhin, pra tha ky do të jetë Zoti, tha. Iku ylli, doli hana, tha ky tha është më shndritse. Iku dhe hana, doli dielli. Më e fortë, më i madh, më shndritës. Por edhe ai perëndoi, çfarë tha? Unë nuk i duk ta që perëndojnë. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Unë jam drejtu fytyrën time, tha, tek ai i cili ka krijuar qiejt edhe tokën. Patjetër Ibrahimi alayhis salam u përball me sfida të ndryshme, u përball me ato të cili mohonte Zotin. I dha shembull e argument atij. Dhe e la, pra të befasuar. Kur i dha shembullin, tha Zoti e sjell diellin nga lindja, sjellet nga perëndimi, mbeti. Ibrahimi alayhis salam u vum provë për besimin e tij edhe kur dërgoi familjen e tij në Mekë.
lugin, pabimësi, shkëtir, u vum provë besimi i tij e the, kur urdhërua për të bërë kurban djalin e tij, sakrificë për Allahun e lartësuar. Ndërsa ne sot nuk kërkohet to, pra që janë kërku Ibrahimit a.s. Ne me praktiku urdhrat e Allahut të lartësuar, me praktiku sunet në profetit sallallahu alaihi wasallam. Patjetër, të gjitha, pra Ibrahimi a.s. i kaloi sfidat me sukses. Dhe kush i mbështetet Zotit gjithësisë, patjetër që do t'ja dalë. Po të shofësh, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata u përballen me sfida të ndryshme. Shokët e profetit alaihi salam. Për shembull, shef Sa'd ibn Abi Waqqas, djali i ri, ishte shquhej në Mekë për sjelljen e tij të mirë me nënën. Dhe pranoi Islamin. Nëna e tij nuk doshte, se doshte besimin e tij, se kishte pranuar akoma Islamin ajo. Dhe vendos, thot, unë do të dal në Mekë, në kulmin e vapës, do të dal shkëtir, dhe thot, nuk do të has, nuk do të pi, derisa ti ta lesh këtë besim. Saadi u vun siklet. Por Allahu i lartësuar ishte më i dashur. Besimi ishte më i dashur tek ai. Pavarësisht se nonën e donte, i shante zemra. Derisa çfarë bori? I tha, i çoj ushqimin, i çoj pijen, tha ja ku i ke. Sikur të kesh të 100 shpirtra. Të gjitha, tha, pra. Dal njëri, dal tjetri, tha, unë këtë besim nuk e lej. Do me hëngu ushqim, ja ku e ke. Do pijen, ja ku e ke dhe shtëpi. Atëherë ndryshoja. Pa mos sfidë ishte për to. Vështirësi ishte për to. Por e kaloi me sukses. Aliu radiallahu anhu, i thot profeti a.s. që të rinte në shtratin e tij, natën e hijretit, ndërkohë që ishte rrethu shtëpia me evra, pra mund të vritej Aliu. Sfidë, qëndroi aty. Sfidat të ndryshme, do thush ti këto ishin sahab, ishin pra profet, sahab, ne nuk jemi tillë. Ke në Met, ke Imam Ahmedin, si ishte sahabaj. Amo ishë ndrushëm. Ishë ndrushëm edhe pse ndryshun, gati gjithë. A ishë ndrushëm besimin e tij. Ishë ndrushëm të vërtetën. Besimi i tij i pa lëkundur. Ne patjetër sot kemi sfida të ndryshme. Sot për shembull kemi teknologjinë, varësia që kemi kriju nga rrjetet sociale, në gjithë ditën. Këto ndikojnë tek imani. Ose të shtohet imani, ose të groposin. Ti e përgjegjës se si e përdor. Nëse e përdor për hajër, nëse përfiton prej tij, rritet imani. Përndryshe, do psohet. Patjetër, sfidë tjetër është edhe thirrja, promovimi që i bëhet me të madhe, pra me u duk, me imitu të tjerët, me u bë si ata, me u përngjasu atyre, me kriju pra ti jeton, po thjesht jeton si ai tjetri. Ndërkohë që muslimani duhet synoj të ketë shembull kë shokët e profetit a.s. Dhe përmendin për Omerin, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Omeri i pari muslimanëve, prisi muslimanëve. Në kohën e tij u rrëzuan 2 perandori, Romakja dhe Persja, pra që u thyn para muslimanëve. Çlirohet Kutsi, do jepnin çelësat e Kutsit Omerit, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Niset nga Medinja. Imagjinoje ti mbreti, pra i pari muslimanëve niset, kishte vetëm një kafsh, ai bashkë me shërbetorin. Dhe e bonin me radhë. Njëherë hipte shërbetori në far rrugë, njëherë hypte Omeri. Derisa afrohen afër pra Kutsit që do dilte Ebu Ubejde, i cili ishte komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së muslimanëve. Dilte për ta prit prisin e besimtarëve. Dhe kur do të kalonin, kishte një lum, diskuton Omeri me shërbetorin, ishte radha e shërbetorit për qenë mbi kafsh. I thot, o prisi besimtarëve, thot, hypti, thot se do lagesh, do të shohin njerëzit, pra të presin, kishte edhe jo musliman që e prisnin. Omeri thot, jo, është radha jote. Përvishet Omeri, hyn, kalon lumin, e pret Ebu Ubejdia. Thot, pra nuk doja që të shihja, thot Omerit në këtë parashitje se njerëzit shohin. Pra sigur u vun siklet, prisi muslimanëve, mbreti.
Omeri tha sikur të ishte dikush tjetër Abu Ubejde. Pra do ta boja shembull tha për umet në Muhamedit alayhis salam. Por jeti Abu Ubejda pra që kishte pozit patjetër njëri prej sahabëve të zgjedhur. Ne thot jemi një popull që na ka nderuar Allahu me Islamin. Në momentin që ne kërkojmë thot nderimin me diçka tjetër përveç Islamit na poshtron Zoti. Pra Omeri nuk mundohej, kishte ata, ishin mbretërit e kohës dhe kishte mundësinë me jetu më mirë se ata, se fundja i thyu ushtrit e tyre. Por jo, ai synonte më shumë botën tjetër. Ne nuk po themi pra të jemi aq zahid sa Omeri sa është e vështirë. Por le të jetë dynjaja në dorën tënde dhe jo në zemër. Se po që në zemër aty është problem. Aty pastaj more fund. Pra le të jetë në dorën tënde dhe zemra jote të jetë synimi i botës tjetër. Patjetër sfidë tjetër me të cilën përballemi ne sidomos, ndikimi që mund të kemi nga perëndimi, nga zhvillimi këtej dhe çdo gjë pra 1-2 vetëm lavdrimi i këtyre vendeve dhe ndjesia e pendesës pra për vendet tona ose për muslimanët. Ndërkohë që edhe pse këto vende ndoshta janë zhvilluar në këtë pikë dhe vendet islame ndoshta janë smbraps të kjo çështje, po pse janë smbraps vendet islame? Për shkak dobësisë imanit. Se po të jetë imani aty ku duhet, po të jemi në aty ku kënaqet Allahu i lartësuar, Zoti i gjithësisë, ne kemi shembuj në met që e patën edhe ata dynjan. Pra e vjen dynjaja. Kemi Andaluzin. Pra ata ishin bi muslimansh, praktikant fesë. Por ama në momentin që ne praktikojmë ashtu siç duhet dhe jo thjesht e kushtëzojmë atë fen vetëm ke xhamia, ke namazi. Ndërsa jashtë xhamis haramet pandal. Çdo gjë halal jashtë. Nëse e kufizojmë vetëm aty, atëherë mos presim ngritje pra ton. Patjetër, sfidat janë të shumta, por ajo që na intereson ne është se si ta ruajmë imanin ton, se si ta forcojmë imanin ton. Dhe sfidat do të jenë të vazhdueshme. Por Allahu subhanahu wa taala i jep sukses dhe ruan ato që kërkon të ruhet. E mbron ato që kërkon të mbrohet. Dhe Zoti i gjithësisë i ka rujt besimtarët brez pas brezi, nëse ata kanë kërku të ruhen. Për gjërave që na ndihmojnë me e forcu imanin, është me e forcu lidhjen me Zotin e gjithësisë. Erdhi urdhri Allahut lartësuar me u përmbajt atij. Erdhi porosia e profetit sallallahu alaihi wasallam me e zbatu ato. Përndryshe, nëse nisim tolero, lehtëso, atëherë vazhdon në merr lumi. Po ashtu, prej shkaqeve që na mundsojnë me u forcu imani, është edhe dituria. Me kërku dije, me u mundu, pra vazhdimisht me pas muslimane, edhe nëse je këtu, edhe nëse ke angazhim gjatë gjithë javës, paktën një ditë një javët, një ligjërat, një mësim, një që, vazhdimisht me pas kontakt me diturin. Sa ajo të mundson, pra që ti me kuptu fen. Ti pastaj me vazhdu me praktikua gjë që mëson. E kështu rritet puna, rritet imani, rritet gradat tek Zoti i gjithësisë. Po ashtu, për gjërave që na ndihmojnë të shtohet imani është edhe shoqërimi me njerëz të mirë. El mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është në fenë e shokut. Çdo njeri le të shoh se me kënd shoqërohet. Punët e mira e shtojnë imanin e robit. Si përfundim, unë normal e nis çuke vetja. Çfarë duhet unë të përmirësoj që të më shtohet imani? Që t'i bëj ball sfidave me të cilat përballen. Çfarë kam unë diçka që çalon tek unë? Kam ke namazi. Ai fal në kohë. Ai jam i rregullt me to. Ai fal siç duhet, me sunetet si jam. Kam ke Kurani.
A kam unë një program të vazhdueshëm, Kur'an qoftë edhe 2 rreshta në ditë, gjysmë faqe, 1 faqe. Lexim, pra kuptimin e fjalëve të Kur'anit. A kam unë një program javor, për shembull, ulem në një ligjërat, ose gjej ligjërat, ose vin në xhami, prezantoj në një mësim, ligjërat që mbahet. Këto gjëra secili e pyet veten e tij. Dhe normal, kur përfundojmë një ligjërat ose një mësim, patjetër nëse nxjerrim 2 dobi, këto të mundohemi që me i praktiku më pas dhe normal sfida do të ketë vazhdimisht, po e lutim Zotin e gjithësisë që të na mundësoj që të jemi pranë tij, të jemi besnik rrugës profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na forcoft, Zoti është përbleft me të mira. Wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala Pendimi më pranë të vërtetës.